Gjyqtarja e posaçme Irena Gjoka rezulton e dënuar në Greqi për falsifikim vizash. Sipas një konfirmimi zyrtar që mori Bold News.al nga Prokuroria e Përgjithshme këtë të martë, 20 janar 2026. Dokumentat e administruar nga sektori i dekriminalizimit në Prokurorinë e Përgjithshme janë dërguar për vlerësim Këshillit të Lartë Gjyqësor, struktura përgjegjëse për hetimin disiplinor të gjyqtarëve. Prokuroria e Përgjithshme njoftoi zyrtarisht se në datë 19 pari 2026 ka vendosur miratimin e rezultateve të verifikimit, vendim të cilin po këtë datë ia ka përcjell Këshillit të Lartë Gjyqësor si organ përgjegjës për verifikimin e kushteve të ndalimit. Prokuroria e Përgjithshme ka konstatuar se gjyqtarja Irena Gjoka nuk ka deklaruar në formularin e dekriminalizimit një vendim dënimi të vitit 2005 në Greqi. Ligji për dekriminalizimin e konsideron fshehjen e të dhënave në formular si shkelje të rëndë disiplinore, e cila pasohet me shkarkim nga detyrat të subjektit deklarues. Çështja e Irena Gjokës është nën hetim edhe nga Prokuroria e Posaçme SPAK pas një kallëzimi për falsifikim formularësh të dorëzuar në maj 2024 nga Partia Demokratike. Të dhënat zyrtare tregojnë se gjyqtarja Irena Gjoka është dënuar penalisht nga gjykata e Janinës me gjobë për falsifikimin e vizës. Këshilli i Lartë Gjyqësor do të duhet të shqyrtojë nëse përbën fshehje me pasojë shkarkim nga detyra, fakti që gjyqtarja Gjoka nuk e ka shënuar këtë vendim dënimi në formularin e dekriminalizimit. Në maj të vitit 2024, Partia Demokratike dorëzoi një kallëzim penal ndaj gjyqtares Irena Gjoka për veprën penale të falsifikimit të formularit të dekriminalizimit. Neni 190 i Kodit Penal parashikon se falsifikimi ose paraqitja e rrethanave të rreme në formular që u drejtohen organeve shtetërore dënohet me burgim nga 6 muaj deri në 4 vjet. Gjyqtarja Irena Gjoka e ka fshehur faktin e dënimit në Greqi si në formularin e dekriminalizimit, ashtu edhe gjatë procesit të rivlerësimit kalimtar, vettingut, duke përdorur rrethana të rreme deri në vendimin përfundimtar të KPA-s në qershor 2022.